Në kohët moderne, figura e babait ka filluar të zbehet, jo sepse e ka humbur vlerën, por sepse shpesh shtyhet në plan të dytë nga mënyra se si funksionon shoqëria, media, kultura dhe ritmi i jetës. Shpesh flasim për nënën dhe me të drejtë, sepse roli i saj është i jashtëzakonshëm, por shumë rrallë flasim për baban. Na ndiqni në programin ton të sotëm për të mësuar më shumë për rëndësinë e figurës së babait në jetën e fëmijëve dhe në të ardhmen e tyre. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të dashura dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Faleminderit që keni zgjedhur të na ndiqni. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Në programet tona ne kemi folur shumë për nënat, për marrëdhëniet e tyre me fëmijët dhe për ndikimin që ato kanë në rritjen e fëmijëve të tyre si qenie të denja për shoqërinë, si të rritur me karakter të fortë, por në të njëjtën kohë edhe empatik. Në fakt, Dena, në hyrjen e programit ne themi se shoqëria e ka lënë pas dore rolin e babait në ndërtimin e fëmijëve si të rritur të fortë e të dobishëm për veten dhe për shoqërinë. Por të jemi të sinqerta, edhe ne në programet tona pak kemi folur për këtë rol të pazvendësueshëm. Dhe duhet të dimë se kur babai harrohet ose lihet më njan, humbet një shtyllë themelore e familjes, e edukimit dhe e karakterit të fëmijëve. Shumë e vërtetë, Arta. Në një shoqëri që e lë baban në hije, është e rëndësishme të kujtojmë që roli i tij është i pazëvendësueshëm. Le ta shohim këtë figurë në disa aspekte. E para, babai është figurë sigurie, jo vetëm materiale, por edhe emocionale. Shpesh babai shihet vetëm si furnizues, pra ai që siguron ushqimin, punën, shtëpinë, por fëmijët kanë nevojë për më shumë se sa ushqim dhe stabilitet ekonomik. Ata kanë nevojë për sigurinë emocionale që jep një babai pranishëm. Babai i jep fëmijës ndjenjën ti je i mbrojtur, ti je i sigurt, unë jam këtu për ty. Kur një baba është emocionalisht i largët, edhe shtëpia duket bosh. Kur një baba është i pranishëm emocionalisht, edhe shtëpia më e varfër duket e pasur. E dyta, babai formon karakterin dhe vlerat, jo vetëm disiplinën. Shoqëria shpesh e paraqet baban si ndëshkuesin në thonjza, figurën që vendos rregulla dhe mban disiplinë. Por roli i babait shkon përtej këtyre gjërave. Babai formon mënyrën se si fëmia e sheh botën, vetvlerësimin e fëmijës, kufit emocional, marrëdhënien me autoritetin, marrëdhënien me të vërtetën dhe forcën përballë sfidave. Një baba që flet me butësi ndërton fëmijë të urtë. Një baba që është i drejtë ndërton fëmijë të drejtë. Një baba që dëgjon ndërton fëmijë që din të dëgjojnë. Karakteri nuk mësohet me ligjërata, por me prezencë. E treta, babai është modeli i parë i burrërisë për djemt dhe i marrëdhënies me burra për vajzat. Një djalë mëson burrërinë jo nga filmat, jo nga rrjetet sociale, por nga babai, nga mënyra se si ai flet, reagon, mbron, punon, fal edhe mban fjalën. Një vajzë mëson si ta ruaj veten, si të kërkojë respekt dhe se ç'lloj dashurie duhet të pranoj, nga mënyra se si babai e trajton atë dhe nënën e saj. Nëse babai është i largët, i ftohtë apo i pashëndrueshëm, vajza shpesh e kërkon dashuri në vende që nuk e nderojnë. Nëse babai është i ashpër, djali shpesh bëhet i ashpër. Nëse babai është i butë dhe i mençur, djali mëson butësinë dhe forcën. Nëse babai është i dashur, vajza mëson të mos pranojë kurrë më pak se modeli që ajo sheh. Ne thamë se shoqëria e lë baban në hije, por fëmijët nuk e harrojnë kurrë ndikimin e tij. Mediat e modernizuara shpesh e paraqesin baban si figurë komike të dobët, të utuar, jo serioze. Në shumë kultura, babai është i distancuar nga jeta emocionale e fëmijëve, por asgjë nuk e zbet të vërtetën që thot fëmijët kujtojnë çdo fjalë të babait. Ata mbajnë mend kur babai ka përqafuar, kur babai ka mbrojtur, kur babai u ka thënë jam krenar për ty, kur babai ka qenë prezent dhe kur ka munguar. Kujtojnë tonin e zërit të tij dhe sytë e tij kur i sheh. Në heshtje babai lë gjurmë tek fëmijët për gjithë jetën e tyre dhe fatkeqësisht ndonjëherë lë edhe plag. Në të vërtetë roli i babait nuk është të jetë i përsosur, por të jetë i pranishëm, prezent. Shumë baballar mendojnë se nuk janë mjaftueshëm të mirë në këtë rol, por fëmijët nuk kanë nevojë për baban e përsosur. Ata kanë nevojë për baban e tyre. Ata kanë nevojë për një baba që dëgjon, një baba që e pranon gabimin, një baba që kërkon falje, një baba që mundohet, një baba që rritet bashkë me ta, një baba që i përqafon, një baba që e shfaq dashurinë, një baba që i drejton me shembull, jo me frikë.
Prania e babait është më e vlefshme se të qenit i përsosur. Edhe kur shoqëria mund ta lërë baban në hije, ne të gjithë e dimë se familja nuk rritet pa të. Familja është institucioni që Zoti e ka krijuar të jetë një trup dhe babai është shtylla e saj. Një trup mund të jetojë me një shtyllë të dobët, por nuk mund të ecë drejt pa të. Roli i babait është të jetë udhërrëfyes, stres i sigurt, forcë, mbështetje, drejtësi, burrëri që mbron. Jo burrëri që tremb, dhe një njeri që dëgjon dhe ndërton. Shoqëria mund të mos flasë shumë për baban, por familja e njeh dhe e pranon ndikimin e tij, për mirë ose për keq. Dhe sot është koha për ta pranuar baban si figurë të pazëvendësueshme. Babai nuk është spektator, por është bashkë krijues i asaj që fëmijët bëhen. Por çfarë mund të bëjnë baballarët për ta forcuar rolin dhe pozitën e tyre në familje? Një gjë është shumë e rëndësishme të thuhet. Roli i babait nuk forcohet me autoritet, as me distancë, as me frikë. Ai forcohet me prani, dashuri dhe përfshirje. Ja disa gjëra shumë të rëndësishme që baballarët mund të bëjnë. E para, të jenë të pranishëm emocionalisht, jo vetëm fizikisht. Nuk mjafton vetëm fakti që jeni në shtëpi. Ju duhet të jeni të lidhur me fëmijët edhe bashkëshorten. Figura e babait forcohet kur ai nuk është me telefon në dorë gjatë bisedave me fëmijët apo bashkëshorten, kur dëgjon pa ndërprer, kur tregon interes për ndjenjat e fëmijëve dhe kur është aty, kur fëmia ka dështime ose frikë. E dyta, baballarët duhet të flasin me butësi dhe qetësi. Fëmijët mbajnë mend tonin e zërit më shumë se fjalët që thuhen. Babai fiton respekt jo me ashpërsi, por me ton të matur dhe komunikim të shëndetshëm. Butësia nuk e ul autoritetin e babait, por kundrazi e shton atë. E treta, baballarët duhet të japin shembull, jo urdhra. Fëmijët nuk bëjnë atë që dëgjojnë, por bëjnë atë që shohin. Babai e forcon rolin e tij kur respekton bashkëshorten, mban fjalën, tregohet i drejtë, kërkon falje kur gabon, ruan qetësinë edhe nëse situata është e tensionuar. Shembulli është edukimi më i fuqishëm. E katërta, baballarët duhet të përfshihen në përditshmërinë familjare. Babai nuk duhet të jetë vetëm pjesëmarrës i fundjavës. Ai mund të jetë i përfshirë në mënyra të thjeshta, por me peshë, për shembull, të çojë fëmijët në shkollë, të ndjekë detyrat e shtëpisë, të jetë pjesë e rutinës së gjumit, të ndihmojë në shtëpi pa u ndier në siklet dhe të marrë pjesë në takimet me mësuesit. Një babai që përfshihet nuk e humbet kur vendi në familje. E pesta, baballarët duhet të ndajnë kohë të posaçme vetëm me fëmijët. Çdo fëmijë ka nevojë për kohë individuale me baban. Edhe 20 minuta në ditë bëjnë një ndryshim shumë të madh. Disa aktivitete të thjeshta mund të jenë një shëtitje, një lojë, një bisedë në makinë, ndonjë aktivitet sportiv apo gatim së bashku. Kur babai ndan kohë, fëmia e përjeton dashurinë në mënyrë të prekshme. E gjashta, baballarët nuk duhet të kenë frikë të tregojnë ndjeshmëri. Babai i fortë nuk është ai që nuk qan, por ai që nuk druhet të tregojë zemrën. Kur babai thot, edhe unë e kam patur të vështirë, apo edhe unë jam mërzitur disa herë në jetë, ai bëhet më i afërt. Shfaqja e ndjenjave nuk e dobëson baban dhe figurën e tij, por e bën atë më njerëzor, më të prekshëm. E shtata, baballarët duhet të krijojnë lidhje të fortë me bashkëshorten. Marrëdhënia me nënën e fëmijëve është modeli kryesor i dashurisë që fëmijët do të kenë në jetë. Babai e forcon rolin e tij kur tregon respekt për bashkëshorten në sy të fëmijëve dhe kur ata nuk janë të pranishëm, kur shman konfliktet e panevojshme, kur komunikon me pjekuri, kur merr vendime me bashkëshorten si skuadër. Fëmijët ndjen shumë të sigurt kur shohin unitet midis prindërve të tyre. E teta, baballarët duhet të ruajnë kufit e shëndetshëm. Babai me kufi të qartë është figurë e besueshme. Ai thotë jo me qetësi kur duhet, nuk pranon sjellje të padrejtë, mbron familjen nga ndikimet e dëmshme dhe sjell drejtësi dhe siguri. Autoriteti i shëndetshëm është mbrojtje, jo frikë. E nënta, baballarët duhet të investojnë në rritjen e tyre personale. Babai nuk ndalon së rrituri kur bëhet prind. Ai e forcon rolin e tij duke lexuar, duke reflektuar, duke kërkuar këshilla, duke e punuar me emocionet e tij, duke shëruar plagët e fëmijërisë së tij dhe duke përmirësuar komunikimin. Fëmijët rriten më të fortë kur babai rritet si njeri. E dhjeta, baballarët duhet të ndërtojnë kujtime, jo thjesht rutina. Babai mbetet në zemrën e fëmijëve për mënyrën se si i ka përqafuar, për aventurat e vogla, për shakat, për historitë, për ditët e veçanta, për mbrojtjen dhe për kohën cilësore. Rolin e babait nuk e mban paraja ose suksesi, por e mban lidhja e afërt me fëmijët e tij. Erta, edhe pse këtë program e kemi përshëndruar tek figura e babait dhe roli i tij,
Përsëri nuk mund ta shmangim dot nënën edhe ndikimin e saj tek fëmijët, kur vjen puna tek respekti ndaj kësaj figure. Në shumë raste, mënyra se si fëmijët e shohin baban, mënyra se si e vlerësojnë autoritetin e tij dhe mënyra se si ndërtojnë marrëdhënie me të, lidhet drejt për drejt me sjelljen dhe shëndrimin e nënës. Kjo është shumë e vërtet, Dena. Prandaj, në fund të pjesës së parë të programit, le të flasim shumë shpejt për këtë fakt të mohueshëm. Në familje, nëna ka një fuqi të heshtur, të butë, por njëkohësisht tepër të fortë. Ajo formon mënyrën se si fëmijët e shohin botën dhe shpesh edhe mënyrën se si e shohin baban. Ja disa mënyra se si nëna ndikon tek perceptimi i fëmijëve për baban. E para, mënyra se si nëna flet për baban ndërton respekt ose mungesë respekti. Fëmijët e lexojnë me shumë ndjeshmëri tonin e nënës. Nëse ajo flet me nderim për bashkëshortin e saj, edhe fëmijët mësojnë ta vlerësojnë baban. Nëse ajo flet me përbuzje, tallje ose pa kënaqësi, edhe fëmijët e humbasin respektin për të. Nëse nëna e nënvlerëson, fëmijët e shohin baban më të vogël se ç'është. Respekti ose mungesa e respektit për baban lind shpesh nga mënyra se si nëna e prezanton figurën e tij. E dyta, mënyra se si nëna e trajton baban ndërton modelin e marrëdhënieve të fëmijëve në të ardhmen. Fëmijët mësojnë se si burri duhet të sillet me gruan, se si gruaja duhet të sillet me burrin dhe se si bashkëshortët e duan, komunikojnë dhe respektojnë njëri tjetrin. Nëse nëna e trajton baban me respekt, fëmijët rriten duke ditur që dashuria është partneritet, jo garë. Nëse ajo e lufton, e ul ose e tall, fëmijët mësojnë të njëjtën gjë për marrëdhënien e tyre në të ardhmen. E treta, nëna ka rol kyç në afërsinë emocionale të babait me fëmijët. Shpesh babai e do fëmijën thellësisht, por nuk di si të lidhet emocionalisht. Nëna mund të nxjisë lidhjen e tyre, të krijojë hapësira për kontakt, të kujtojë babait momente të vogla që ndihmojnë, të inkurajojë fëmijët të kërkojnë baban dhe të mos e monopolizojë, në thonjza, kontaktin emocional me fëmijët. Një nënë i mjafton pak për të bërë ndryshimin. Një fjalë e saj mund ta afrojë ose ta largojë baban nga zemra e fëmijës. E katërta, nëna ndikon tek marrëdhënia e fëmijëve me baban edhe në moshë të rritur. Edhe kur fëmijët rriten, nëse nëna ka folur me drejtësi për baban, ata e ruajnë lidhjen me të. Nëse ajo ka futur urrëtie ose përçmim, kjo mbetet si hije për vite të tëra. Ndaj, mënyra se si nëna flet për baban është një investim afatgjat ose një plag afatgjat. Pra mund të themi me siguri se nëna është ura që lidh fëmijët me baban. Një nënë që ndërton respekt për baban, rrit fëmijë më të balancuar, më të shëndetshëm emocionalisht dhe më të sigurt në vetvete. Ajo rrit fëmijë me figura të forta prindërore, me kuptim të drejtë të autoritetit, të dashurisë dhe të bashkëpunimit. Jemi rikthyer në studio, mikesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty dhe po flasim sot për rolin e babait në rritjen e fëmijëve. Kemi ndarë me ju disa gjëra që e bëjnë një baba figurë kyçe në rritjen e fëmijëve, si edhe disa nga gjërat që nënat mund të bëjnë për ta forcuar këtë figurë. Por a e dini se modeli më i mirë për baballarët është modeli i perëndisi Atë ynë i përsosur? Bota nuk ka shumë modele ideale të etërve. Disa baballar kanë qenë të pranishëm, të butë dhe të fortë. Disa të tjerë kanë munguar, kanë lënduar, ose nuk kanë ditur si t'japin dashuri. Por në Bibël gjejmë një model që nuk dështon kurrë. Perëndin, Atin e përsosur. Ai është i drejtë, i mëshirshëm, i durueshëm, i besueshëm, i panjohur në dashuri dhe i palëkundur në besnikëri. Baballarët e sotëm, të lodhur nga rolet që mbajnë dhe nga presioni i jetës, mund të gjejnë frymëzim dhe udhëzim pikërisht tek Perëndia, sepse ai nuk është vetëm Zoti, ai është Ati. Dhe karakteri i tij u mëson baballarëve si të duan, si të drejtojnë dhe si të ndërtojnë zemrat e fëmijëve të tyre. Perëndia është një Atë që dëgjon dhe baballarët duhet të mësojnë të dëgjojnë si ai. Perëndia është dëgjuesi më i mirë. Psalmi 145 vargu 18 thot: Zoti është pranë gjithë atyre që e kërkojnë, pranë gjithë atyre që e kërkojnë në të vërtetë. Perëndia nuk na ndërpret kur ne komunikojmë me të. Ai nuk nxiton, nuk e mbyll kurrë derën për ne. Dhe baballarët mund të mësojnë nga ky model për t'i dëgjuar fëmijët e tyre me qetësi dhe pa gjykuar. Kur një baba dëgjon, fëmia ndihet i vlefshëm, dhe kjo është një nga dhuratat më të mëdha që një baba mund t'i japë. Perëndia është një Atë që fal dhe baballarët duhet të mësojnë të falin pa e mbajtur zemrën të mbyllur. Perëndia fal me gëzim, jo me mëdyshje. Psalmi 103 vargu 13 thot: Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij,
Kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej tij. Fëmijët gabojnë dhe disa gabime janë të vogla e disa të mëdha. Por babai mund të pasqyrojë Perëndin duke falur me zemër të butë, duke mos mbajtur zemërim, duke mos i përdorur gabimet e fëmijëve si armë kundër tyre dhe duke mos i kujtuar dështimet e së djeshmes. Kur një baba fal, ai krijon një shtëpi ku fëmia ndihet i sigurt, jo i gjykuar. Perëndia na korrigjon me dashuri, jo me frikë. Ati ynë hynor nuk na korrigjon për të na poshtëruar, por për të drejtuar. Fjalët e Urta, kapitulli 3, vargu 12 na thot: Zoti qorton atë që do, si një baba djalin që atij i pëlqen. Babai mund të mësoj këto 3 gjëra: korrigjimin pa zemërim, disiplinën pa poshtërim dhe drejtimin pa kërcënim. Kur disiplinën e udhëheq dashuria, fëmia mëson respekt, jo frikë. Perëndia jep siguri që nuk lëkundet dhe baballarët duhet të mësojnë të jenë një spirancë pa lëkundur për fëmijët e tyre. Një nga plagët më të mëdha të brezave të rinj është mungesa e ndjenjës së sigurisë. Por Perëndia thot: Zoti, Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Baballarët mund ta pasqyrojnë këtë siguri duke mbajtur premtimet, duke qenë të parashikueshëm, duke mos u tërhequr emocionalisht gjatë stresit dhe duke qëndruar afër. Siguria e babait ndërton besimin e fëmijës. Perëndia jep dashuri të pakushtëzuar dhe baballarët duhet të mësojnë ta duan fëmijën pa kushte. Dashuria e Perëndis nuk varet nga performanca jon. Romakëve 5:8 na thot: por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ne ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Fëmijët e ndjejnë kur dashuria është e pakushtëzuar. Një baba nuk mund t'i thotë fëmijës: sillu mirë që të dua, mos gabo që të pranoj, ki sukses që të vlerësoj. Një baba që pasqyron Perëndin thot me zemër: të dua sepse je i imi, jo sepse je perfekt. Kjo e shëron fëmijën për gjithë jetën e tij. Perëndia është ati but edhe kur tregon fushinë e tij. Bibla e përshkruan Perëndin si të fuqishëm, por edhe si të but. Isaia kapitulli 40 vargu 11 thot: ai do të kullos kopen e tij si një bari, do t'i mbledh qengjat me krahun e tij dhe do t'i mbajë në gjitë të tij dhe do t'u udhëheq me ëmbëlsi dhe kujdes delet që kanë të vegjëlit e tyre. Baballarët shpesh mendojnë se duhet jenë të fortë edhe të mos i shfaqin ndjenjat, por Perëndia është një model i një force të butë, të ëmbël, që mbron pa dhënë frikë. Kështu edhe baballarët mund të përqafojnë, të flasin me butësi, të shprehin dashurinë me fjalë dhe të mos kenë frikë të shfaqin ndjeshmëri. Kjo lejon fëmijën të jetë i butë dhe i fortë në të njëjtën kohë. Perëndia është një ati durueshëm dhe baballarët duhet të mësojnë ritmin e ngadalshëm të rritjes. Zoti nuk nxiton me rritjen tonë, ai pret me durim. Psalmi 103 vargu 8 thot: Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. Po kështu, edhe një baba i mirë nuk e shtyn fëmijën të jetë i përsosur, nuk acarohet për gabime të përsëritura. Ai e kupton ritmin e fëmijës dhe e shikon rritjen si një proces që kërkon kohë. Durimi i babait ndërton vetbesimin e fëmijës. Perëndia është një atë që jep identitet dhe baballarët duhet të mësojnë të japin afirmim. Perëndia tha për Jezusin: ky është biri im i dashur në të cilin jam i kënaqur. Këto janë fjalë të thjeshta por transformuese. Fëmijët kanë nevojë të dëgjojnë prej babait: jam krenar për ty, je i aftë, je i dashur, je i rëndësishëm. Një baba që afirmon ndërton identitet të shëndetshëm. Babai nuk duhet jetë i përsosur, por duhet jetë i lidhur me atin e përsosur. Kur një baba afrohet me Perëndin si atë, ai mëson të jetë baba për fëmijët e tij në mënyrën më të bukur, më të butë dhe më të drejtë të mundshme. Dhe kjo është dhurata më e madhe që një baba mund t'i jap. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2025 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Miru dëgjofshim. Ndoshët programin Shpresë për ty.